Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka zhvilluar testimin operacional të pajisjeve elektronike të identifikimit të zgjedhësve, që do të përdorur për zgjedhjet e kuvendit të datës 11 maj 2025. Vendet në të cilat po kryhet numërimi elektronik do të implementohet në njësinë administrative numër 10 Tiranë dhe Bashki Vor. Lalba Pelingu deklaroi se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk ka operator të mjaftueshëm për të mbuluar të gjitha qendrat e votimit. Rang vendi, janë 5.000, pajisjet janë 5.538, ku përfshihet edhe sasia rezervë. Qendrat e votimit janë 5.225. Në momentin që flasim, sepse është edhe procedura e rekrutimit të operatorëve, pra duhet të kemi të mbuluar edhe çdo qendër votimi me operator, në momentin që flasim kemi 31 qendra votimi, për të cilat nuk ka pasur aplikime, nuk kemi mundur që të përzgjedhim operator. Shpresojmë që ndërkohë edhe në ditët që kanë mbetur të mbulojmë këto qendra. Megjithatë duhet të thënë që në krahasim me procedurat e mëparshme, ku kemi pasur një numër më të lartë të qendrave të votimit që para ditës së zgjedhjeve kemi ditur që nuk do të përdorë pajisja e identifikimit për shkak të mungesës së operatorit, për zgjedhjet e 1 majit kemi një numër më të ulët të këtyre qendrave që ngelen zbuluar. Ndërkohë, avokati Altin Goxha ka ngritur dyshime mbi besueshmërinë dhe funksionimin e votimit elektronik. Ai ka kërkuar më shumë transparencë dhe garanci për mbrojtjen e votës. Atëherë ja ku ta nxjerrim makina që kësva? Hajde provojmë. Do të vëmë. Nuk është gjithmonë kur shkoj si qytetare në policë. Kush pra nuk më lën? Ku më thua? Nuk më lën. Komisioni nuk e shef fare, pra shef. Ne duam të shohim komisionin, ju se keni kështu procedurë. Është makina që nuk lëngon, por është njeriu. Po jo, pra nuk është kështu se të shkoj votojmë. Ne nuk kemi punë në komisionin që shohim mirë që këtë nuk ka ndonjë njeri vetëm operator. Këtë po makina, ama pranon. Ju si mendon ti, si tjetër, atyre që shkruan kartë, shkoj me kartë. A duhet votojnë makina që më vlerëson. Makina nuk është gjë ta vlerëson. Duhet ta marrë komisioni ta kontrollojë. Ne themi që makina nuk nxjerr. Ju nuk të dëgjoj, se kam 4 vjet me këtë histori. Jo nuk lexoj gjë. Unë kam ekspres 4 vjeçar. Ne kemi filmuar zonë, na vjen ta provojmë. Ne do ta eksplikojmë. KQZ ka zgjedhur të strehojë pajisjet elektronike në një zonë shark qytetit, sa duket sikur kërkon të mbajë jo thjesht sigurta, por dhe të harruara.